Tani, shkojmë tek mënyra e dytë për të mësuar. Të mësosh nga rrethi yt i afërt. Shkruaj edhe këtë. Mësosh nga rrethi yt i afërt. Kolegët, familjarët, miqt, njerëzit rreth teje, prindrit. Dhe tani, të bëj një pyetje. Rrethi yt a fiton më shumë para se ty? Më pak para se ty apo afërsisht njësoj? Tani, normalisht ata fitojnë njësoj. Tani, ata mund të jenë shumë të mirë në fusha të ndryshme, mund të jenë shumë mirë në piano, ose mund të jenë shumë mirë në golf, janë të shkëlqyer në golf. Por unë po flas vetëm për të ardhurat dhe pasurinë neto. Ata fitojnë afërsisht sa ti, apo jo? Në terma të ardhurave të pasurisë, ata është drejt të thuash që ata janë pak a shumë niveli jot, plus minus. Okej? Tani, ja ku qëndron problemi. Nëse ti merr dy persona që kanë të njëjtën shkathësi financiare. Pra, nëse ti fiton pak a shumë njësoj, do të thotë që shkathësia jote financiare është pak a shumë e njëjta. Tani, nëse marrim dy persona që kanë të njëjtën shkathësi financiare, si drejshin do mësojnë këto nga njëri tjetri, ata dinë afërsisht të njëjta gjëra, kanë afërsisht të njëjtin sasi informacioni. Është njësoj sikur unë dua të mësoj për shembull të kërcej vals profesionist. Okej, do marr në një pjesë në një kompeticion dhe do të mësoj valsin profesionist. Edhe nuk di fare të kërcej, po fare, jam dram komplet. Tani, shkoj i them shokut, "Hey, a di ti të kërcesh?" "Jo, nuk di." "Je i kualifikuar, hajde me mua." "Ti di?" "Jo, nuk di." "Je i kualifikuar, hajde me mua." Edhe i mbledh gjithë këto shokët aty, edhe miqt, edhe familjarët, edhe le të mësojmë nga njëri tjetri vals profesionist. Qa logjike është kjo? Kjo është një nga mënyrat më të dobta dhe koha për të mësuar është e tmerrshme, është bullshit, është një gjë kot nuk po mëson. Tani, ti të bëjmë një krahasim tani. Tani që e mendoj, them, kjo është metoda që nuk do ta përdoria kurrë sot për të mësuar diçka profesionale. Nëse unë di të bëj diçka, unë nuk di të bëj diçka. Ti nuk di të bësh diçka. Mblidhemi bashkë në një dhomë edhe themi, "Shiko, hajde po mblidhemi bashkë edhe do mësojmë të kërcejmë vals, le të shpresojmë që do mësojmë nga njëri tjetri." Ka logjikë kjo gjë? Është bullshit. Nuk ka fare logjikë. 10 veta që nuk din fare të kërcejnë vals, mblidhen bashkë edhe le të shpresojmë në Zot inshallah po mësojmë të kërcejmë. Nuk ka kuptim gjëja. Shikon pra sa absurdi që është? Tani mbajshëm një gjë. Një grumbull ignorance nuk është dije, nuk ka lidhje me dijen, një grumbull ignorance. Okej? Tash diku nuk do të shikoj se eri un kam qef të ri me miq, kam qef me shokët, qef me familjarët, ndaj me energji pozitive, kënaqemi, kalojmë kohë mirë bashkë. Yes, shumë mirë, rri, kënaqu, bisedo, kalo kohë të bukur, it's up to you. Por mos prit të mësosh ndonjë gjë. Ti mund të rish me familjarët, mund të rish me miqt, është shumë në rregull, po jo për të mësuar diçka të re. Jo për të mësuar se si të bësh biznes, si të shkosh në atë next level. Po tregoj një situatë tjetër nga jeta ime. Unë kisha këtë agjencinë e marketingut, Trace Marketing, dhe duke pyetur miqt, kisha problem me shitjet faktikisht, kisha problem me konvertimin, nuk dija si të zgjeroja tregun, nuk dija se si të merja më tepër klient cilësor në biznesin tim, edhe po pyetja miqt. E ç'a bëra? Punësova një drejtor me 2 fishin e pagës që ishte në treg. Normal, ë? Tash hera parë që ti punëson dikë kyç në kompani, ta të shpit. Yes. Kush, besoj kupton edhe ti këtë gjë, ke bërë edhe ti këtë gjë, po jo. Ti tash mendon se ai do vi, do bëj namin. Ti mendon shqyqysh erdhi ky o Zoti i Madh dhe do bëj revolucion në biznesin tënd. Do ta ndërtoj biznesin tënd, do ta paketoj, do të bëj një sistem mahnitës. Ky superdrejtori erdhi te kompania ime dhe më prodhoi mua për 2 vjet një dëm financiar 40.000 euro. Humba me shumë sukses plot 40.000 euro. Kjo ishte kur mësova nga miqtë mi. Merr. Bullshit. Humba 100.000 euro nga që mësova vetë. 40.000 euro sepse mësova nga miqtë mi.
Po tani, cila është mënyra e parë për të mësuar? Mësosh nga vetja. Po e dyta, të mësosh nga miqtë e tu. Deri këtu, dram komplet. Të dyja duken dram. Tani, le të shpresojmë që kjo e treta t'ja vlen.